Арифи, вие по самото лансирање, да речем, на идејата, уште од самиот почеток имате критичен однос кон идејата воопшто за амнестија, па и на дел од обвинетите. Дали се уште сте на тој став? Absolutisht po, për shkak se unë mendoj që bëhet fjalë për një sulm shumë të rëndë në demokracinë e një shteti, edhe po ashtu mendoj që bëhet fjalë për një vepër shumë komplekse penale, që involvon rast të terrorizmit, edhe në asnjë mënyrë nuk do të kisha aprovuar, do me thënë, një mënyrë të tillë të zgjidhjes së këtij rasti, duke e përfshirë në një ligj për amnesti, kur e dim se një gjë e tillë do të mund të përsëritet në të ardhmen prapë pa shumë probleme, sepse para se gjithashtu duhet të kemi parasysh se ai ishte, do me thënë, një mënyrë e të ndaluarit të transferit të pushtetit. Објаснувањето е дека со законот, сега многу генерално е ова објаснување, ќе бидат опфатени оние кои што не учествувале во директното насилство и оние кои што не го организирале или немале командна одговорност во овој случај. Дури и ваков опфат за вас е неприфатлив? Çdo lloj, do me thënë, çdo lloj amnestie do të mund të hap derën që në të ardhmen prapë të ketë trazira të tilla. Një njeriu normal dhe një qytetari që i zbaton ligjet e një vendi nuk duhet ti jepet mesazhi se hyrja e dhunshme në institucionin më të lartë ligjvënës të një shteti do të tolerohet. Pa marrë parasysh se kush ka ushtruar dhunë edhe si e ka ushtruar një dhunë të tillë, unë mendoj dhe akoma e kam, do me thënë, të fuqishëm këtë mendim se vetë hyrja e tillë në parlament mundsoi të bëhet gjithë ajo të llovi atje edhe të mbaroj, do me thënë, me ngjarjet e dhunshme pastaj. Kështu që nuk mundet të amnestohet vetë procesi si i tillë, pa marrë parasysh, do me thënë, mënyrën se si ai erdhi deri në fund dhe pasoja çfarë u bën dhe rolin e dikujt më të rëndësishëm ose më pak të rëndësishëm. Unë mendoj se vetë mendimi i sulmit ndaj parlamentit kur aty duhet të ndodh transfer i, do me thënë, transferi qetë i pushtetit është problematik dhe nuk duhet të tolerohet.